Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës kanë arrestuar në flagrancë shtetasin VN, 48 vjeç, banues në fshatin Juban, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Po ashtu materialet janë referuar prokurorisë për nisjen e procedimit penal ndaj shtetasit SK, 47 vjeç, i cili u kap duke drejtuar automjetin në efektin e alkoolit, si dhe ndaj një 16 vjeçari që u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë në aksin rrugor Shkodër-Mjedë është regjistruar një aksident ku automjeti me drejtues shtetasin AD, banues në fshatin Vukatan, u përplas me një kamion që drejtoi nga shtetasi IB, banues në fshatin Mjedë. Si pasojë e përplasjes, 2 pasagjerë në automjetin e parë mbetën të dëmtuar lehtë. Në një tjetër rast, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë në Shkodër kanë referuar materialet në prokurori pasi shtetasi AV, 34 vjeç, dyshohet se është vetë dëmtuar në banesën e tij. Ai ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Nga veprimet paraprake hetimore dyshohet se 34 vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor. Ndërsa në fshatin Palvar në Malsinë e Madhe dyshohet se si pasojë një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në magazinën në oborin e banesës së shtetasit LB, 58 vjeç. Nga zjarri janë shkaktuar vetëm dëme materiale.